Përshëndetje të gjithëve. Mëngjes të shpejt do përgatisim ditën e sotme. Nuk ka as pak miell, është i mbushur plot me proteina dhe është shumë i shëndetshëm. Vajza ime i nënshtrohet një regjim ushqimor, ndaj këtë mëngjes e përgatis shpesh. Filloj me përgatitjen. Një natë më parë unë kam bën gjysmën e gotës me qiqra. E kam mbuluar plotësisht me ujë dhe e kam lënë të pushoj për gjithë natën. Qiqrat janë zbutur. Në këtë moment i vendos në blender. I shtoj një majluge me krip, shumë pak krip, një majluge sot buke. Nuk do t'i shtojmë as pak ujë, mjafton ujë që kanë qiqrat. I kalojmë në blender derisa të bëhet një masë e njëjtë kremoze. Në këtë moment i kemi gati. Unë sot do ta pjek në tost. Mund ta vendosni në një tavë të vogël, ta piqni në furrë ose në tigan, ta bëni në formën e pites. Unë do t'i shtroj letër furrë e tostës dhe do e pjek në tost. Letra duhet që edhe ta mbuloj pjesën e brumit sipër. I shtojmë fara të ndryshme, unë po i shtoj fara lule dielli, fara kungulli dhe fara susami do t'i shtoj unë. Farat janë të shëndetshme, ndaj dhe unë i përdor. E hapim të gjithë sasinë e brumit të përgatitur me qiqra. Qiqrat janë plot me proteina, ndaj janë dhe shumë të shëndetshme. Si e pat, nuk ka as pak vaj. I shtojmë sërish fara sipër. Do ta gradojmë tostën në maksimum, do ta mbyllim dhe do ta lëm 10-15 minuta. Kur ta shikoni që ka filluar të marrin pak ngjyrë dhe brumi me qiqra ka kulluar, atëherë është gati. E lëm në tost, ndërkohë ne merremi me mbushjen. Do shtojmë 2-3 lugë të gjellës me gjizë, ka shumë pak krip kjo gjiza. Këtu kam një avokado, e ndajmë në 2 pjesë dhe marrim tulin e avokados. I bëjmë këtë prerjen për ta shtypur më lehtë. E nxjerrim me lugë. Në fillim do shtypim gjysmën dhe më pas do presim pjesën tjetër. Që mos na ngelet e pa shtypur. Shikoni, nuk ngeli as pak tek lëkura e avokados. Vetëm pak vaj ulliri, diku tek 1 lugë çaj. E shtypim mirë, shtojmë edhe pjesën e ngelur të avokados. Sërish të shtypim, mund ta shtypni në tas me pirun ose lugë. Këtu kam zjerë vezë. Unë do përdorni 1 dhe 2 vezë, nuk janë të dëmshme. Edhe pitja tashmë është gati, e lëm edhe pak në tost pa letër. E duket kaq e mirë. Sipër e lyej me gjizën me avokado. Shumë pak vaj ulliri ka. Edhe vezët e zjera. Dhe vetëm me 2 copa të tilla ndihesh tepër i ngopur për shumë orë. Është i shëndetshëm. Nuk të shëndosh as pak. Dhe është i shijshëm. Ju falenderoj që më ndiqni.